Mbrëmjen e 29 nëntorit 2024, infrastruktura kritike e Kosovës kishte qenë cak i një sulmi terrorist me mjete shpërthyese, në të cilin me qëllim të shkatërrimit të një pjesë të kanalit të Iberlepencit ishin përdorur 15 deri në 20 kg eksploziv. Akti që konsiderohet më seriozi i kësaj natyre dhe për të cilin Kosova fajson Serbin dhe instrumentet e saja, kishte rrezikuar furnizimin me energji elektrike në tërë vendin dhe atë me ujë gati në gjysmën e tij. Megjithatë, improvizimet që u bën që në mëngjesin e parë pas sulmit dhe punët e përshpejtuara për sanimin e dëmit u bën shkak që Kosova të mos mbetej pa rrymë, ndërsa furnizimi me ujë pati pak ndërprerje. Për të mundësuar furnizimin e qytetarëve me ujë për pije, si dhe ftohjen e termocentralit, menjëherë në këtë anë ishte ndërtuar bypassi i cili mundësonte qarkullimin e ujit me kapacitet të kufizuar, ndërkaq brenda 45 ditësh ishte kryer intervenimi dhe kthyer në funksion kanali kryesor. Institucionet e sigurisë, inteligjencës dhe ndjekjes ishin vënë në veprim, duke arrestuar vëllezrit Dragisha dhe Jovan Vicentjević nga komuniteti serb, të cilët mbeten ende në paraburgim si të dyshuar për rastin, ndërsa ende nuk janë mbyllur hetimet për ngritjen e aktakuzës. Prokuroria Speciale u njofton se prokurori kompetent është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet të nevojshme hetimore brenda afateve të arsyeshme ligjore. Me gjuhë të ashpër sulmin e kishte dënuar menjëherë faktorin ndërkombëtar, me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës e po ashtu Bashkimin Evropian që nuk hezitoi që akti t'i jepte mbiemrin terrorist. Për të ndihmuar hetimet lidhur me shpërthimin që dëmtoi një pjesë të akuaduktit këtu, i cili konsiderohet pjesë e infrastrukturës kritike dhe që përpasoi rrezikoi furnizimin me ujë në një numër të konsiderueshëm komunash dhe po ashtu rrezikoi funksionimin e termocentralit në Kastriot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin njoftuar angazhimin e zyrtarëve të Byros Federale të Hetimeve, FBI. Por hetimet u përballën me pengesa kudo që Serbia ishte e përfshirë, përkundër premtimit publik që presidenti i shtetit fqinj Aleksandar Vučić i kishte dhënë perëndimit për të ndihmuar në zbardhjen e rastit. Në muajin mars, TV Dukagjini raportoi ekskluzivisht për refuzimin e ndërmarrjes shtetërore serbe të telefonisë MTS për t'i dhënë institucioneve të Kosovës historinë e thirrjeve të dyshuarve për rastin. Duke mos u dhënë informacionet, përfaqësia e MTS e regjistruar në Kosovë u kishte dhënë institucioneve kosovare që ato t'i kërkojnë në Beograd. Pikërisht kjo qasje e Serbisë vlerësohet pengesë shtesë në hetimet për këtë rast, edhe ashtu të një natyre komplekse. Bazuar në faktin që Serbia vazhdon me qenë streh e kriminalëve të çfarëdo kategorie të veprave penale, kur kihet parasysh fakti që kjo e fundit nuk ka vullneta zgadishmëri për të bashkëpunuar me institucionet tona të drejtësisë për të vendosur në drejtësi në çfarëdo rrethane, atëherë kjo vetëm sa e shton në bindjen time dhe e bën edhe më kompleks situatën. Megjithatë, juristi Bajraktari u shpreh i bindur se institucionet do të kryejnë punën e tyre, teksa theksoi se procesi është brenda afateve ligjore. Rrethana komplekse, siç besoj që është rasti në fjalë, mund të shtohet edhe një vit shtesë me kërkesë të prokurorisë dhe me aprovim të gjyqtarit të procedurës paraprake. Natyrisht fakti që është thënë publikisht që janë të përfshirë mekanizma ndërkombëtar siç është FBI, në bindjen time e ndihmon tejmase një proces të mirëfillt hetimor, në mënyrë që natyrisht mbi bazën e këtij procesi personat përgjegjës të vehen para drejtësisë. Një frik momenti, por që nuk rezultoi të jetë e një natyre serioze, e zgjoi dëmi që u raportua ditë më parë për dëmtimin e najlonit në punishtën për mbulimin e një segmenti të kanalit të Iberlepencit në Zubin Potok. Derisa për rastin në Varag, vijon pritja për ngritjen e aktakuzës për sulmin terrorist paramilitar në Banjsk, gjykimi po përballet me vështirësi për shkak të refuzimit të Serbisë për të dorëzuar Milan Radojčićin dhe të akuzuarit tjerë.